Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. 4 martirët e demokracisë nga fshati heroik i Alikos u përkujtuan ditën e djeshme nga Bashkia e Finiqit. Aktiviteti me rastin e 35 vjetorit të vrasjes së tyre në kufi u zhvillua me praninë e familjarëve të viktimave, përfaqësuesve të forcave politike dhe të trupit diplomatik të Greqisë në Gjirokastër. Në Universitetin e Gjirokastrës është mbajtur një takim informues për thirrjet e hapura dhe mundësitë për aplikime në projekt propozime kërkimore dhe bashkëpunuese. Diskutimet u fokusuan në procedurat e aplikimit, fushat e mbështetjes dhe rolin e stafit akademik në ndërtimin e projekteve me partner ndërkombëtar, si dhe mbështetjen që universiteti ofron për rritjen e kapaciteteve kërkimore. Artistët italianë vijojnë të jenë prezent në Gjirokastër fal bashkëpunimit të vazhdueshëm të Bashkisë së Qytetit, Konsullatës së Përgjithshme Italiane në Vlorë dhe Konsullatës së Nderit në Gjirokastër. Këtë herë ata i dhuruan qytetarëve gjirokastrin një mbrëmje të mrekullueshme, duke i dhënë më shumë ngrohtësi atmosferës së festave të fundvitit. I themeluar 25 vite më parë, ansambli Zëri Bilbilit është bërë pjesë e pandare paketave turistike që Saranda ofron. Koncertet para turistëve janë të panumërt, ashtu si edhe duart rokitjet që artistët marrin ndërsa shpalosin pasurinë folklorike shqiptare. Ju njohim tani më gjerësisht. 4 martirët e demokracisë nga fshati heroik i Alikos u përkujtuan ditën e djeshme nga Bashkia e Finiqit. Aktiviteti me rastin e 35 vjetorit të vrasjes së tyre në kufi u zhvillua me praninë e familjarëve të viktimave, përfaqësuesve të forcave politike dhe të trupit diplomatik të Greqisë në Gjirokastër. Aidon Rafti, Thanas Koç, Thimio Masho dhe Vangel Mitro u larguan nga jeta në lulet të rinis, pasi u vranë në kufi 35 vjet më parë, më 12 dhjetor 1990, duke tentuar të shkojnë në një nga vendet e Evropës së Lirë, pikërisht në Greqi. Në fshatin Aliko të Bashkisë Finiq u zhvillua aktivitet përkujtimor kushtuar 4 martirëve të demokracisë. Aktiviteti kushtuar 4 martirëve të demokracisë filloi me meshën përkujtimore në kishën e shenjtores Varvara, ndërsa pas meshës të gjithë të pranishëm do të zhvendosen në qendrën e fshatit, në sheshin Qipro, pranë monumentit kushtuar 4 djemve që dhanë jetën për liri. Kryetari i Bashkisë Finiq, zoti Romeo Çakuli dhe bashkëpunëtorët e tij organizuan aktivitetin përkujtimor ku të pranishëm ishin familjarë dhe të afërmit e martirëve të demokracisë. Konsulli i përgjithshëm i Greqisë në Gjirokastër, zoti Sokratis Urvinos, përfaqësues të forcave politike dhe drejtues të institucioneve shtetërore. Gazetari dhe shkrimtari Vangel Papakristo kujton revoltën popullore të banorëve të Burgut menjëherë pas vrasjes miqësore të djemve të tyre. Na tha për shembull se u vranë disa të rinj në kufi. Edhe kur famë në Sarand nuk na liket qarkulloni brenda se thoshin që do vinë nga Alikua gjithë aliqotët edhe nga fshatet kështu për të djegur Sarandën. Deri atje kishte vajtur se thosh nami. Po në fakt ata donin që të bënin një demonstratë paqësore, në mënyrë që të thoshin që fëmijët ose djemtë atyre i vranë në kufi në mund patërtësisht. Se ata mund t'i ndalonin, ose mund t'i qellonin në këmbë, ose mund t'i thoshin që të ktheshin përsëri dhe jo t'i vrisin përsë gjalli. Në përshëndetjen e tij, përfaqësuesi diplomatik i Greqisë në Gjirokastër përmendi 3 pika kryesore që lidhen me këtë ngjarje historike. Της δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας. Roli i martirëve të demokracisë si shembull i sakrificës kërkon nga brezi i ri të ndjek vlerat e lirisë, sidomos kur kujton revoltën popullore të banorëve, si sot 35 vite më parë, ndërsa e tashmja dhe e ardhmja do të jetë më e garantuar, pasi të vazhdojmë reformat në Shqipëri, duke ndjekur rrugëtimin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Natyrisht, 12 dhjetori është një datë që ka lënë presa tek intelektualët e zonës. Ndihem i krenar dhe për këta djem që janë jo vetëm këta 4 dëshmorët e Alikos, por janë më mira në gjithë Shqipërinë dhe sidomos në zonën e minoritetit, të cilët në ato vite të vështira kanë hapur kufijt, kanë rrëzuar diktaturën komuniste dhe mundi i tyre, sakrifica e tyre që bën për të hapur kufijt, na dha neve atë lirinë, na dha atë që donim, që kërkonim të jetonim me dinjitet në trevat tona. Στον θάνατο δεν πορεύεται κανείς. Pas recitimeve nga nxënësit të shkollave të Mesopotamit të Dermishit, të pranishmit vendosën kurora me lule në memorialin kushtuar 4 martirëve të demokracisë, të cilët u shpallën me dekret presidencial në mars të vitit 1993.
Në Universitetin e Gjirokastrës është mbajtur një takim informues për thirrjet e hapura dhe mundësitë për aplikime në projekt propozime kërkimore dhe bashkëpunuese. Diskutimet u fokusuan në procedurat e aplikimit, fushat e mbështetjes dhe rolin e stafit akademik në ndërtimin e projekteve me partner ndërkombëtar, si dhe mbështetjen që universiteti ofron për rritjen e kapaciteteve kërkimore. Zyra e koordinimit ndërkombëtar projekteve dhe kërkimit shkencor pranë Universitetit e Qerem Çabej organizoi një info day të dedikuar informimit të stafit akademik mbi thirrjet e hapura, programet ndërkombëtare dhe mundësitë për aplikime në projekt propozime kërkimore dhe bashkëpunuese. Gjatë takimit u prezantuan programe dhe projekte konkrete, përfshirë RID, thirrje për projekte nga ADF, për të cilat mori pjesë edhe përfaqësuesi i tyre Enrik Keco. Projekti RIT është një projekt që ka filluar që në vitin 2020 për të implementuar. Mund të themi me shumë kënaqësi që neve që nga viti i kaluar nga thirrja e 4 me Universitetin e Gjirokastrës kemi 5 projekte fituese, që do të thotë që 5 akademik nga diaspora dhe 5 skuadra ose individ nga Universiteti i Gjirokastrës kanë aplikuar projektet e kërkimit shkencor në universitet, që janë të fushave të ndryshme, të lingvistikës, të edukimit, të ekonomisë e tjera. Sot jemi për të prezantuar thirrjen e 5 të aplikimeve që është e përmirësuar në krahasim me vitet e kaluar, duke i shtuar komponent të rinj për diasporën akademike, ashtu edhe si për akademikët nga Shqipëria, duke shkuar jo vetëm në kërkim shkencor, por gjithashtu në atë që quhet kërkim shkencor i aplikueshëm, që do të thotë bashkëpunimi me industrinë, duke sjellë produkte dhe zgjidhje për çështje e problematika të caktuara. Aktualisht Universiteti i Gjirokastrës është duke implementuar 10 projekte. Momentalisht në Universitetin e Qerem Çabej janë duke implementuar 5 projekte. Kemi një projekt Jean Monnet të fituar nga një staf akademik, kemi një projekt Qendra e Ekselencës, projekti e PAL është në kategorinë e projekteve Jean Monnet, ku jemi ne partner në bashkëpunim me Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë të Universitetit të Tiranës. Ndërkohë kemi 2 projekte tjera Erasmus Capacity Building që po implementohen nga Fakulteti i Edukimit të Shkencave Shoqërore, konkretisht Departamenti i Gjuhëve të Huaja dhe Departamenti i Civilizimit dhe Qytetërimit grek. Ndërkohë është edhe një projekt i implementuar nga Departamenti i Infermerisë. Prandaj ky në fakt është një takim periodik që Zyra e Koordinimit Ndërkombëtar Projekteve dhe Kërkimit Shkencor organizon sa herë që këto thirrje hapen në këtë platformë. Në fakt ishte një koincidencë me projektet të RIT, sepse sapo janë hapur thirrjet RIT dhe kjo info day bëhet në bashkëpunim edhe me ADF-n, me të cilën kemi një bashkëpunim të suksesshëm, sepse këtë vit po implementohen 5 projekte fistuese në thirrjen e kaluar. Aplikimet për projekte janë jetike për modernizimin akademik dhe zhvillimin institucional të Universitetit të Gjirokastrës. Ato rrisin cilësinë e mësimdhënies, fuqizojnë kapacitetet kërkimore dhe forcojnë ndërkombëtarizimin e universitetit. Banorët e fshatit Pepel në tropullin e Sipërm kërkojnë rikonstruksionin e rrjetit elektrik pasi shumë shpesh dhe me orë të zgjatura nuk furnizohen me energji. Sipas tyre, ata akoma furnizohen me energji elektrike nëpërmjet rrjetit që është ndërtuar në fund të viteve 60. Fshati Pepel në tropullin e Sipërm banohet vetëm me 8% të popullsisë regjistruar në muajt e dimrit. 1/3 e banorëve të përhershëm në fshat janë të moshës mbi 90 vjeç, plot 21 gjyshure gjyshe në këtë kategori moshe. Pjesa tjetër e banorëve të fshatit janë kryesisht pensionistë, ndërsa nuk ka asnjë fëmijë, nxënës apo edhe student. 150 konsumator të fshatit Pepel këtu në tropullin e Sipërm kanë lidhur kontratë me ndërmarrjen përkatëse të shpërndarjes së energjisë elektrike. Gjatë viteve të fundit, të gjithë banorët, por edhe emigrantët që vinë në festa, janë gjetur përballë faktit të kryer mungesë të energjisë elektrike dhe ndërprerje të shpeshta. Banori më i moshuar në fshatit, i cili është në moshën e 80 vjeçare, kujton se telat e rrjetit elektrik kanë rreth 6 dekada pa u zëvendësuar. Telat janë të vjetër pek nevi. Por ku ka defekte e ndrekin ata që merren me elektrikun. Që nuk kam munguar, unë shik korrente kam në rregull. Ku ka defekte ka partitë, nuk e vetëm për mua. Fshati është shumë i hapur dhe duhet një punë e madhe që të ndorohen telat. Kurse zoti Dimitri Zonga, relativisht më i ri në moshë se banorët e tjerë, prej të revoltuar për ndërprerjen e energjisë elektrike. Rrjeti është që në vitin 67. Rrjeti është po i njëjtë.
personeli shërbimit të OSHE-s tashi, ose ahere kishte kur kishte llamba, jo tash me gjithë këto orientim familjare, kishte 7 veta na Jergucati deri në Koshovic. Tash ndodhet vetëm një punonjës në OSHE. Në qoftë se do marrësh 365 ditë që ka viti, ndërprerjet e rrimës elektrike këtu në Tropull të paktën është, në qoftë se do bësh një shumë, është pothuajse 200 ditë ka rrimë elektrike. Të marrësh shumën e ndërprerjeve, ne kërkojmë të paktën remont linje, remont rrjeti, kërkojmë personel, kërkojmë saktësi në ana e OSHE-s, po të paktën me ato kushte që jemi, me atë rrjet që kemi, kërkojmë një shërbim tjetër. Po thua se njëta situatë paraqitet për sa i përket furnizimin me energji elektrike edhe në fshatat e tjerë malor të Dropullit të Sipër. Banorët e 5 fshatrave të Rëzës në Dropullin e Poshtëm vazhdojnë të kalojnë në rrugë dytësore për të arritur në aksin rrugor kombëtar Gjirokastër Kakavi. Përfaqësuesit vendor vazhdojnë përpjekjet për të gjetur fonde të cilat do të bëjnë të mundur rindërtimin e urës. Ishte mëngjesi datës 21 nëntor 2025, kur ura që lidh 5 fshatat e Rëzës me rrugën kombëtare Gjirokastër Kakavie doli jashtë funksionit, pasi yrat e rrëmbishëm të lumit Drino i dëmtuan rënd strukturën ndërtimore. Rreth 150 banorë të përhershëm në fshatat Glin, Vrau Guranzi, Peshkpije Poshtë, Peshkpije Sipër dhe Radat, por edhe biznese VIP që ushtrojnë aktivitet në këtë zonë, mbetën fillimisht të izoluar. Drejtuesit vendor në bashkëpunim me bizneset e zonës vendosën për të hapjen e një rrugë dytësore nëpërmjet Nepravistës, 3.5 km të gjatë. Tashmë kanë kaluar 23 ditë nga shkatrimi i urës së Glinës dhe qarkullimi i automjeteve drejt apo nga fshatat e Rëzës vazhdojnë nëpërmjet rrugës dytësore, në të cilën vazhdojnë akoma punimet për mirëmbajtjen e saj. Natyrisht, rriten kostot e automjeteve, por është rrugë zgjidhje e vetme provizore. Megjithatë, nga ura e Glinës kalojnë këmbësorët, pasi kanë lënë automjetet nga të dy anët e saj. Këtë mënyrë komunikimi e përdorin të punësuarit në biznese, duke këmbyer autobusët ose makinat private. Banorët e përhershme të 5 fshatrave të Rëzës me ira emigrantë me origjinë nga kjo zonë, por edhe vetë bizneset ndodhin në Utkriq, deri në normalizimin e situatës. Kryetari i Bashkisë Dropullit zoti Dimitraj Toli në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak deklaroi se për rastin e rindërtimit të urës, projektin do ta përballojë biznesi privat. Sipas burimeve jo zyrtare të zonave operative, fondi i hartimit të projektit shkon deri në 40.000 euro, kurse gjithë investimi deri në 1.5 milion euro. Sipas të njëjtave burime, autoritetet qeveritare janë shprehur të predispozuar për të investuar në këtë vepër. Ura është ndërtuar me punë vullnetare nga vetë banorët e fshatrave të Rëzës në vitin 1966 në mbikëqyrjen inxhinierike të drejtuesve të kooperativës bujqësore. Artistët italian vijojnë të jenë prezent në Gjirokastër, fal bashkëpunimit të vazhdueshëm të Bashkisë së Qytetit, Konsullatës së Përgjithshme Italiane në Vlorë dhe Konsullatës së Nderit në Gjirokastër. Këtë herë ata i dhuruan qytetarëve gjirokastrit një mbrëmje të mrekullueshme, duke i dhënë më shumë ngrohtësi atmosferës së festave të fundvitit. Një program i pasur aktivitetesh kulturore dhe artistike po gjallëron qytetin e Gjirokastrës në këtë atmosferë të festave të fundvitit. E veçantë ishte edhe mbrëmja muzikore artistëve të ardhur nga Italia. Në skenën artistike të vendosur në sheshin Çerçistopulli, ata interpretuan pjesë operistike si dhe muzikën e filmave të njohur për artëdashësit gjirokastrik. Sono molto felice di essere qui. Jam shumë e lumtur të jem këtu në Gjirokastër, në vizitën time të parë në Shqipëri. Kam ngelur e surprizuar nga bukuria e vendit tuaj. Është kënaqësi që shfaqim të koncert duke sjell për publikun pjesë muzikore të pavdekshme nga kompozitorë si Morricone apo pjesë operistike. Artdashësit na pritën ngrohtë duke na shoqëruar vazhdimisht me Eduard Trokitje. Gioiello, è stato un onore. È stato un piacere ritornare a. Është kënaqësi të rikthehen për herë të tretë në Shqipëri. Jeni një popull që e doni kulturën, artin dhe emocionet që dhuron muzika. Koncerti i mbrëmjes së sotme i dedikohet Ennio Morricones, muzikës së filmave të tij. Dëshirojmë të falenderojmë publikun gjirokastrit që na mirëpret në këtë atmosferë të ngrohtë festive. Muzika da film. Artistët italian vijojnë të jenë prezent në Gjirokastër falë bashkëpunimit të vazhdueshëm të Bashkisë së Qytetit, Konsullatës së Përgjithshme Italiane në Vlorë dhe Konsullatës së Nderit në Gjirokastër.
È un piacere essere qui ad Argirocastro. Është kënaqësi të jesh këtu në Gjirokastër me artistët italianë që posjedhin repertoritorin e muzikës italiane të filmave të njohur në gjithë botën. Atmosfera festive është e shkëlqyer në qytetin e mrekullueshëm të Gjirokastrës, që ofron mundësi të mëdha për turistët italianë dhe me gjerë që po zbulojnë këtë perlë të Shqipërisë. Ky vend duhet njohur jo vetëm për bukurinë e këtij qyteti, por dhe për mikpritjen e qytetarëve që i bëjnë italianëve dhe gjithë europianëve. Che offre delle grandi possibilità. Aktivitetet kulturore do të vazhdojnë për gjatë ditëve të festave, duke tërhequr edhe turistët që vizitojnë Gjirokastrën në stinën e dimrit. Në kuadër të veprimtarive ekstrakurrikulare, nxënësit e klasave të 5 të shkollës 9-vjeçare Koto Hoxhi zhvilluan një ndeshje futbolli. Djem treguan në fushë shpirtin e garës, ndërsa vajzat u bën pjesë e saj duke bërë tifo sipas skuadrave përkatëse. Një ditë ndryshe për nxënësit e klasave të 5 të shkollës Koto Hoxhi. Kjo është atmosfera e krijuar prej tyre, ndërsa të ndarë në 2 skuadra, djemt kanë zhvilluar një ndeshje futbolli. Të vegjël, por ata kanë shprehur përmes lojës së tyre. Aktiviteti që neve bëm sot shkoi shumë mirë, neve u kënaqëm shumë, dolëm barazim, luajtëm të dy ekipet shumë mirë, por prapë së prapti nuk arritëm të merrim fitoren. Unë kisha rolin e mbrojtësit, mbrojta shumë mirë. Shumë mirë shkoj. Cila skuadër fitoi? Dolëm të dyja barazim. Ti çfarë roli kishe në fushë? Qendërthul. Si luajte? Shumë mirë. Unë ndjeva shumë mirë, u kënaqa për punën që bëra, dash një asist që shumë më e vështirë në lojrat e tjera. Ja dolëm të barazonim në minutat e fundit dhe mendoj se u kënaqa. Ndërsa vajzat ishin gjithkohës aty, duke bërë tifo për skuadrat e tyre. Ela, hajde, na trego pak për këtë, si ishte ky aktivitet, një aktivitet ndryshe, ne u kënaqëm, hajde, shpejto. Mbaroj mikrofonin. Ne përpoqëm të votojmë ndjem që t'ia dilni, por mendoj se te barazimi është diçka shumë e mirë që mos të ketë konflikt. Aty është gjyshin e shokët, mirë shumë mirë. Përpoqëm shumë që t'i inkurajoni djem dhe të fitonim. Edhe siç e that, ne donim shumë që djem të fitonin. Ne u krenuam shumë nga ata, na bën shumë krenare. Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të veprimtarive ekstrakurrikulare për të kultivuar te fëmijët dashurinë për sportet dhe rëndësinë e marrjes me aktivitet fizik. Ne si mësuese përzgjollëm që të bënim një aktivitet sportiv thjesht për të kultivuar edukimin fizik, për të kultivuar mirëkuptimin, bashkëpunimin dhe tolerancën. Pra gjithçka që ne themi në klasë, ne ta shpalosim nëpërmjet aktivitete fizike. Kjo dhe në kuadrin e kultivimit të sportit, duke kaluar brez pras brezi. Ndërkohë edhe kënaqen, edhe argëtohen, edhe njihen me shokë të rinj, edhe mësojnë se si të vetë përmbahen, edhe të tolerojnë sepse loja i ka të gjitha brenda. Ky aktivitet u mbajt në këndin sportiv të shkollës profesionale Thoma Papapano, ku në fund fëmijët zhvilluan edhe një vizitë në ambientet e saj. I themeluar 25 vite më parë, ansambli Zëri i Birbilit është bërë pjesë e pandare paketave turistike që Saranda ofron. Koncertet para turistëve janë të panumërt, ashtu si edhe duartrokitjet që artistët marrin, ndërsa shpalosin pasurinë folklorike shqiptare. U krijua si një bërtham njerëzish që kudo i shoqëronte kënga dhe vallja labërishte. Kjo ndodhi gati 25 vite më parë, ndërsa sot Zëri i Bilbilit jo vetëm që ka formatin e një ansambli artistik, por është bërë faktor kulturor, me një preferencë të dallueshme në evente të mëdha të qytetit, në skena të mëdha festivalesh brenda jashtë vendit dhe të kërkuar e të prenotuar në festa familjare që nuk harohen. Një dimension që e bën unik Zërin e Bilbilit është përfshirja e tij në paketa turistike si pjesë organike e profilit turistik të Sarandës turistike. Kalaja lë kursin në së shumtir skena e tyre ku promovojnë veten dhe pasurinë folklorike shqiptare përpara turistëve të huaj. Këtë dhjetor mbreslënse ishte performanca përpara një grupi të madh të turistëve nga Finlanda. Arsia pse është sepse ajo është trashëguar në breza, është transmetuar brez pas brezi dhe vazhdon të transmetohet edhe sot. Një nga këta që transmeton këtë vlerë
është ansambli kulturor Zëri Bilbilit Sarandës. Ka të ditë si polifonia tonë. Gjëja që blehet sot si paket është polifonia shqiptare. Bashkimi i zërave në polifoninë e bilbilave të Zërit të Bilbilit, ashtu si edhe ritmi valleve të rënda të tabanit, i la të mrekulluar turistët finlandez që çdo dalje përpara tyre shoqëruan me duartrokitje të ngrohta. Agroni Merën, solistin e grupit prej themelimit, e mbush me gëzim që tradita e këngës dhe valles labërishte përcillet tek të rinjtë të rejat që janë bërë pjesë e grupit. Mësuesja Eriola Ahmeti është gjithashtu një soliste që u jep tingëllim të veçantë performancave të grupit. Ajo thotë se ka prekur një ndër të saj duke u bërë pjesë e ansamblit. Mendoja se në një ditë do të bëj realitet kjo që unë kisha këtë vesh ose këtë kostum që unë vesh, por këtu e kam kultivuar akoma dhe më shumë. Shumë gjëra të reja që unë akoma nuk i dija. Unë në këtë ansambël faktikisht ndihem si një familje dhe vajzat e vogla po mundohemi dhe i mbaj shumë pranë dhe për to jam si një nënë. Të rinjt janë ata që e pasurojnë ansamblin me elegancën, finesën e lëvizjeve dhe zërin e tyre të veçantë në grup. Jam shumë e lumtur që jam tek ky grup këtu. Inshallah me të rëndën për breza tjerë. Na një grup i vogël që formoi në fillim, është bërë tani një grup shumë i madh. Koncertet si ky përpara turistëve finlandez të ardhur si pjesë e guidave të dhjetorit në Sarandë janë të panumërt për bilbilat e Zërit të Bilbilit. Arti i tyre burimor është bërë pjesë e pandar dhe ndoshta më vlerësuara e paketave turistike që ofron Saranda për flukse turistike që nuk mbarojnë dimërver. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi duke ju uruar shikim të këndshëm të programeve në vijim.